Kështu që kjo vlen për çdo besimtar, i cili vërtet është i lidh me Zotin, lidhet sinqert. Kjo duhet, lidhja e sinqert. Zemrën t'ja dorëzoj Zotit. Zemrën dorëzoj e Zotit. Çdo punë që ta bësh bëje për hir të Zotit dhe kemi pa rezultatin. Ashtu siç thot profeti alayhi salatu wasalam, "Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba." Lutuni Zotit, ama t'jeni të bind në përgjigjen e duas. Bindje. Ama jo kur dush, kur demon, kur do ndikush me përgjigj duas. Unë jam lut edhe s'kam pa përgjigje. Përgjigja vjen kur don Zoti, jo kur duan e kur do dikush. Dhe Yunusi alayhi salam pra e ka bërë këtë dua. Duaja, siç kemi e përmendim, duaja është ibadet. Dua ibadet, thot profeti alayhi salam, duaja është ibadet. Profeti alayhi salam ka mësuar mënyrën që shme ju lut Allahu xhelle xhelalu dhe Allah azza wa jall kërkon prej njerit që non stop të lutet, i drejtohet Zotit madh. Prandaj është një thënie e profetit alayhi salatu wasalam që thot Allah Hayyul Kerim. Zoti është i gjallë, është bujar. Thot yestahi, i vjen turp mallit Zot, e ku t'i vjen turp prej neve? Kur i ngren durët dhe kërkon. Ngrej durët dhe kërkoj. Kjo simbolizon që kjo ngritja e dy durëve nuk ngrejmë vetëm një dorë. I ngrejmë të dy durët dhe i kërkojmë Zotit. Thot Zoti këto durë nuk i kthem mbas, bosh. Po Zoti t'jep 3 gjëra, një prej këtyre 3 gjëra t'jep Zoti. Ose ta jep atë çka ti kërkon, ose ta largon një të keqen, ose ta ruan për në ahiret. Më e bukur, më e mira është që ta ruan për në ahiret, ama neve nuk e dum shpejt, i dum ato përgjigjet shpejtë dhe i dum të shikojmë me këtë dynja. Prandaj ajo duaja është arma më e fortë që njeriu ka në dorë. Është arma më e fuqishme. Ajo duaja është që të mbush me energji, t'jep forcë. T'jep forcë. Është një histori, thuhet në kohën e Musës a.s. I vjen një gru, Musës a.s. nuk ka pas fëmijë. Dhe thot, o Musë a.s. lutju Zotit, m'japi Zoti fëmijë. Beka merë. Lutju Zotit, m'japi Zoti fëmijë. Musa a.s. i thot, ja Rabbi, drejtohet Allahu azza wa jall, thot, ja Rabbi, o Zot im, o Zot i madh, fulan gruaja kërkon fëmijë. Allah azza wa jall çka i thot, o Mus, fulan gruaja nuk lind fëmijë. Allah azza wa jall kujdo i jep, kujdo si jep. Çështja e Zotit madh xhelle xhelal. Mas një periudhë kohë, kalon një periudhë kohë, ato kanë jetuar një komunitet, janë njoft me njëri tjetrin. E shikon atë gru që ka bërë këtë kërkesë që të ketë fëmijë, e shikon me fëmijën krah. Habitet Musa alayhi salam dhe i thot, ja Rabbi, drejtohet Zotit, se Musa alayhi salam është quajtur Kelimullah. Kelimullah, domethënë që ka folur direkt me Zotin. Edhe pejgamber, profet. Nuk kanë qenë njerëz si ne, ma nuk kanë qenë njerëz thjesht. Dhe thot, Rabbi, fulan gruaja me fëmijën krah, ti nuk lind. Allah azza wa jall çka i thot, o Mus, fulan gruaja është lut. Është lut. Është lut. Çka do thot kjo është lut, është lut? Vazhdimisht. Vazhdimisht. Kanë shkëmbul në lutje, po. E provova një herën, edhe e lash lut. Jo, ti je shkëmbgulse në duan, ti je shkëmbgulse në kërkesën të Zotit i madh. Dhe Zoti, shiko, njerëzit që i don ja vonon duan. Përgjigjen e duas. E di pse? Ti është arsyeja. Arsyeja? Shumë e thjeshtë. Na ka treguar profeti alayhi salam se don ta dëgjoj zonin. Don ta dëgjoj zonin. O lillahi al-mathalu al-a'la. Kjo thënia lillahi al-mathalu al-a'la do thotë Zoti e ka shembullin e madh. Një fëmijë vogël kur kërkon diçka. Si thotë, ma thuj edhe një, nuk e jep me një, por thuj, e lem që kërkoj shumë herë. Pse don ta ndëgjosh zonin atij fëmis. Allah azza wa jall e ka shembullin e madh dhe Zoti i madh xhelle xhelalu ka dëshirë ta ndëgjojë zërin e besimtarit. Dhe të përgjigjet atëherë kur doni madhi Zot xhelle xhelalu. Duaja, siç the, ka disa rregulla.
Nëse unë kam një kërkesë, shkoj në një institucion për shembull, dhe kam një kërkesë. I bi derës dhe hy, dhe me njëherë bëj kërkesën. Si dhe jetë përgjigje? Pozitive? Negative. Pozitive, jo normal. Jo pozitive, po do më nxjerrin prej krash, prej dera, është normale. Në institucion, kur shkësh kërkësh një kërkesë një send, gjëja parë të një person që është njeri faktikisht, i cili ka një pozitë lartë, gjëja parë që ne bëjmë, do kemi siklet. Do na hypin djersit. Do ulim kokën poshtë. Do zbukurojmë ato fjalët. Po do shkojmë rreth e rrotull, muhabetit, pastaj japim kërkesën. Po kemi njeri me njeri. Si njeri me krijuesin e tij. Rregullat e duans është kjo. Ajo që Yunusi alayhis salam bëri. Çka? Ai ishte kërkesa e parë e Yunusit alayhis salam, o Zot, nxjerr për barkut balenës. Kush ishte kërkesë? Si ishte duaja e Yunusit? Njëherë fillojnë me njëshmërinë e Zotit, me madhështinë e Zotit. Tha la ilaha illa ant, o Zot, ti je një. Pavarësisht çka më ka ndodhur mua, ti je një. Pavarësisht se ç'më ndodhur mua, ti prapë je një. Pavarësisht belans, problemit që unë kam, i madh je ti, o Zot, i madhështor je ti, o Rabbi. I madh je ti, o Rabbul Alamin. Inni kuntu min adh-dhalimin. Nëse unë jam në këndgjendje që jam, o Zot, është se i kam bë padrejtësi vetvetes. Dhe Allah Azza wa Jall e shpëtoi. Allah Azza wa Jall e ndihmoi, Allah Azza wa Jall i përgjigje dhe interesant në ajetin kuranor, ku thot i madhi Zot Xhelle Xhelalu, fastajabna le, ju përgjigjem atij, wa kadhalika nunjil mu'minin. A vlen kjo dua? A vlen kjo përgjigje vetëm për Yunusin alayhis salam? Jo. Thot Allah Azza wa Jall, wa kadhalika, kështu do t'i shpëtojmë besimtarët. Kështu do t'i shpëtojmë besimtarët. Domethënë rregulli numër 1 i duans është madhështimi, madhërimi, ngritja e Allahut Xhelle Xhelalu. Fillon me ngritjen e të madhit Zot, pastaj salavate mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pastaj parashtohet kërkesa që ti ke, pastaj përfundon duaja prap me salavate mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse profeti alaihi salatu wasallam thot shumë qartë në një hadith, domethënë që një thënie që duaja rrin varg nëse domethënë nuk ngjitet derisa nuk ke çu salavate bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.